Ju faleminderit. Okej, faleminderit ministër. Ne kemi një hartë të qartë veprimi në programin e Shqipërisë 2030 për të rritur rezistencën e infrastrukturës në tërësi karshi këtyre fenomeneve dhe Ministria e Mbrojtjes duke u inkuadruar në kornizën e re të vendosur nga NATO ka pjesë të funksionimit saj edhe elementin e pikërisht qëndrueshmërisë që lidhet drejt për drejt me infrastrukturën kritike dhe këtu jemi në kushtet kur flasim për infrastrukturën kritike, kështu që në bashkëpunimin e ngushtë të Ministrisë Mbrojtjes me Ministrinë e Infrastrukturës apo me Ministrinë e Bujqësisë lidhur me pikat ku duhet të ndërhyrë, do të bëjmë që çfarë është programuar për vitin 2026 të riprogramohet edhe për të adresuar këto pika ku kanë ndodhur dëmtime. Dhe njëkohësisht të vazhdojmë me planin e punës të këtij mandati në mënyrë që të çojmë deri në fund të gjithë procesin e transformimit të kësaj infrastrukture nga një infrastrukturë që deri dje ishte thuajse inekzistente dhe boll shikosh sasinë e hektarëve të mbuluar nga uji sot pas gjithë kësaj lemerie atmosferike dhe sasitë që mbuloheshin nga uji të hektarëve në të kaluarën për të kuptuar ndryshimin e pakrahasueshëm. Shumë faleminderit. Një cikël i dytë ndërveprimi do të bëhet mes autoriteteve këtu të pranishme dhe kryetarët bashkive, por edhe deputetët janë të mirëpritur të bëjnë konstatimet e tyre, ndërkohë që po e mbyll duke ju kërkuar deputetëve edhe një herë që të jenë të pranishëm në të gjitha zonat e tyre të përkujdesjes ndaj njerëzve, jo zgjedhësve, po njerëzve, pa dallim, dhe të bashkëpunojnë ngushtësisht me kryetarët e bashkive dhe me strukturat në territor për të bërë të mundur që gjithë procesi i zhdëmtimit të jetë një proces sa më i plot, sa më i drejtë dhe sa më efikas.